O që qatë që gjithi sa shumë ndryshuan kora atore. Ju kujtohet juve që keni kaluar rinin tuaj kone Xhaxhit, një krër kishin edhe ja, ky krër që në ruaj edhe sot e kësaj dite si sytë e ballit, se kam kujtim nga koha jonë e fëmirisë edhe e rinisë. Po këta të rinjt, në ditë e sotme, qa lloj krërash përdorin? Loj. Ja ku do ju tregoj disa unë nga këta që kemi ne këtu për momentin, se kemi pasur dhe të tjerë që i kemi eliminuar se kanë kryer funksionin e duhur. Shikojmë pak të këtu tani, kemi këtë të zi, ne kemi në ndarje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ndarje ka ky, edhe të bën volum flokun. Marim këtë tjetrin, ky ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ky ka 7, 7 gishta këtu mund ta quaj ju. Ky të bën shpërndarjen e flokut nga e majta në djatën, nga djatha në të majtën. Marim tjetrin, ky duket si ata sfurqet që pastronin barin. Urdhroni tani ky tani të ndanë ato fijet e flokut në grupe, t'i veçon në grupe. Qa thuhet e qa bëhet unë s'po marrë vesh, thjesht është tregti duan të shesin sa më shumë produkte dhe nxjerrin njëri ta gufon, tjetri ta zbukuron, po, i qon lere. Lere, ikën krëra tani, po për t'u larë flokun e për t'u rregulluar, ne mbaj mend kishim një sapun, lari me atë sapunin e ikte flokun, ca na e majta, ca na e djata, ca na ngri e kështu, edhe uli me ujnëve, urdhro tani fëmijët ditë e sotme, edhe të rinjt në ditët e sotme. Një këtu, kjo është me vitamin, thot, me vitaminën B5, edhe qa thot këtu që bën kjo? Ta bën flokun, ta lëmon, ta mban të butë. Marim tjetrin, kjo shampo tjetër është për ta hequr paun nga floku, zbokthin. Marim të tjetrën, more zot qa janë gjithë këto. Ky tjetri, thot, nuk ta lë që të elektrizohet floku. Marim tjetrin këtu, vazhdojmë se nuk mbarojnë kremrat. Ku kemi kremin tjetër tani, shikojmë qa veprimi bën ky. Ky të thot që ti shkëlqen flokun. Bën shkëlqimin e flokut. Po kjo more, qarë është kjo? Perëndi e madhe. Ky tjetri ta lëmon, ta zbukuron, ta ul, mos të bëhet i elektrizuar, është për flokun që është i thatë, e budallalliqe me thes, vazhdojmë tjetrin, edhe ky është serum, kemi dhe serume more për flokun, që të mos elektrizohet floku, urdhroni kemi shampo këtu, shampo, me kokonat edhe me gjërat të tjera që ta bën sa më mirë flokun ka qorel. Vazhdoj me shampon tjetër këtu. E kjo thot bën brekullira që unë nuk e di, ka minerale brënda, thot, po bëhet, ti thot se do ta ndreqim flokun, do ta bëjmë yll. Vazhdoj me tjetrin, edhe këtu kemi që ta hidraton flokun, ta lëmon, ta zbukuron, edhe marim edhe një tjetër, prap, tjetri këtu, edhe ky ti merr gjoja kaçorrelat, ti bën kështu si spirale, edhe ti mban duket sikur i ketë lagura, por janë të thata. Urdhroni tani juve, e llogarisni dot se sa lek janë harxuar vetëm në këto shampo për këtë muaj. Edhe kjo histori vazhdon gjithmonë tek shtëpia jon. Edhe tek shtëpiat gjithë juve, se e di unë është sëmundje kudo, kjo s'është vetëm tek mua, s'jam vetëm unë hall, gjithë jemi në këtë hall. Edhe u bie flok në fund fare, ngelen fëmijët e të rinjt me flok të hollë fare, se do bëjnë në lek ta që prodhojnë këto shampurinat. Qysh do bëjnë ata? Duhet të krijojnë një produkt të ri,
Edhe i vën një emër tjetër i produkti, qa funksioni ka thjesht, ore laja aty flokën e në rëpashin. Kështu që thatë ju, ja floku jonë i brezit të Xhaxhit. Është i dëndur, është me zina futet kërëri brënda nga dëndësia, këtyre, me njerë, sa futet kërëri mbaron punë. Nuk di që të them unë tani, nuk di është bërë biznesore, nga do që të rrotullohesh njerëzit mendojnë si të marrin nga të ardhurat tona. Si të marrin, ore, se tani të gjitha këta që prodhojnë krërat, për shembull, po të prodhojnë vetëm një model, prodhojnë vetëm të klasikun, të vjetri, nuk do kenë shumë klientel, po duke i marrë ca të ashtrim, ca të gufojnë, ca të tjerë ta lëmojnë, kanë pa. Edhe kështu do bëjnë para këta që krijojnë këto lloj produkte. Edhe çfarë ndodh tjetër, sa herë që hap një gjë për të shikuar të del reklama për një produkt tjetër, do ti vete në mendje thua që ka një produkt i ri dal ta provoj. Se mu për brezin do them për këta të rinj. Se ne jemi mësuar me ato tonat, me një sapun, pale kur e larim na njëherë me finj, hajde, birë, hajde, shkëlqen dhe floku jo, a kishte kaluar gjitha këtyre shampove që ka murë për para. E bëni me një lyerje me lëngë arre, që t'i jepnim ngjyrën flokut, edhe ishim në rregull neve. Këta të sotmit nuk e di unë, se qa po bëjnë, bashkë me ne në kryes edhe ne kemi filluar tani eksperimentojmë me këto ngjyrat. Eksperimentojmë qik edhe ne. Por, si që thash, gjithë njerëzit kërkojnë të kenë një të ardhur, ka punë e tyre, edhe prodhojnë sa më shumë, kanë mendjen e tyre shumë krijuese dhe prodhoktu, hajde, sa më shumë kremra, sa më shumë gjelra edhe qa janë to shampo e gjitha, që t'i përdorin njerëzit. Nuk e di tani ma se jam gabimur e ma se kanë edhe efekte të mira këto, po unë vetë, për vetën time, doja të kisha një gjak tani këtu, kisha ca dru, t'i ndizja, të mirja hirin, t'a zjeja, t'a laja flokun dhe të rria e qetë. Si kam këto kushte, i kukoa e gjaqeve, drurit e gjitha, tani kemi elektronike, edhe sobat, edhe lavatricet, edhe makinerit që lajnë enët. Gjitha është bërë çdo gjë për elektronike tani, kështu që të na marr malli për ato kohra. Shkruani koment gjithë juve që jeni brezi im dhe keni larë kokën me sapun dhe keni kreur me këtë krërin e moçëm, modeli vjetër. Edhe shkruani çfarë emri sapuni mbani mend ju që kemi larë kokën në të mbaj mend sapunin Vlora, ishte i mira të përdorja më shumë unë. Shkruani emra të tjerë se nuk më kujtoja tani dhe mosha bën të sajnë e gjitha. Tani unë do iki, do ju lë juve, duke ju uruar, të kaloni një ditë sa më të bukur, me që është edhe e diel, jeni me familje tuaja, pjesa me madhe. Kaloni sa më bukur edhe dëgjojmë video tjera, kaloshi bukur!